Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio është David Çelemeni. Përshëndetje. Përshëndetje Elena, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtu me ju. Gëzohem shumë që të kam në studio sot. Një nga gjërat e para që në fakt kur të pyeta për të ardhur në studio, kur të thash, një nga gjërat e para që të pyeta është me çfarë merresh? Edhe ti më the që unë merrem me shërbej tek shërbesa e të rinjve. Po? Po. Më tregon pak si është të shërbesa e të rinjve dhe adoleshentëve? Po. Është sfidë. Do e nis me këtë, është sfidë se jemi në një kohë tani ku shumica e të rinjve dhe adoleshentëve ka një bum informacionesh. Edhe është në kohën ku është kjo kriza e identitetit, kush ata janë, edhe në mes të gjithë kësajt është edhe ky bumi i informacioneve, edhe janë shumë të mbingarkuar me gjëra. Edhe ti thjesht përpiqesh të drejtosh te ajo çfarë ne mendojmë që është e drejta, edhe ajo çfarë ne mendojmë se si njëri duhet të jetë, edhe gjërat, virtytet dhe vlerat që ata duhet të kenë. Që është procesi në të arritur të gjë. Po, nuk është shumë i lehtë. Sidomos me adoleshentët ku janë gjithkohës duke provuar gjëra edhe gjithmonë ndonjëherë duket sikur është vështirë t'i argëtosh ose ti mbledhesh në kur thua për shembull që hajt se do ikim te kisha, gjithmonë duket se çfarë është kjo kisha, çfarë bëhet aty, duket sikur hajt do i marrim, do i bëjmë mesh tash. Po. Edhe sepse këtë ide kanë zakonisht, me thënë të vërtetë, shumica këtë ide kanë. Po, edhe thjesht ti përpiqesh që ti tregosh atyre me pak fjalë të vërtetën. Vërtetën, edhe kjo do kohën e vet. Do atë procesin e vet. Po. Ne zakonisht të paktën brezi tani, që është brezi i trimëve, po dhe adoleshentëve që është tani, mendoj që e kanë shumë të vështirë, e kanë më të vështirë se çka qenë ndonjëherë, në opinionin tim. Edhe duke thënë këtë, nuk po dua të them që prindrit tanë edhe gjyshërit tanë se kanë pas vështirë, ata kanë pas vështirësi të tjera. Po siç theti, është një bum informacioni dhe është i ekspozuar ndaj shumë gjërave që ata nuk kanë qenë të ekspozuar në atë moshë. Flas për brezat më përpara. Dhe duke qenë kaq i ekspozuar ndaj këtyre gjërave, ke shumë gjasa të infektohesh nga këto gjëra nëse nuk ti ta ruash zemrën tënde mirë. Sepse bota të merr me vete ka ato tendencë që do të tërheqi. Dhe për të rinjt nuk është gjithmonë shumë e lehtë sepse varet nga vjen si e mësuar, si e rritur, ka shumë faktorë që bëjnë pjesë aty. Dhe pastaj ndonjëherë ai që i mëson dhe ai që do t'i drejtoj paguan disa fatura që nuk janë të tjera për t'u paguar sepse ata kanë pas gjëra në jetën e tyre që nuk dinë se si t'i japin përgjigje ose nuk dinë se si t'i japin, se nuk janë mësuar asnjëherë mirë. Dhe pastaj vjen një person që është drejtuesi dhe si thua ne atij ja ngelim se jo se ti e ke fajin që unë po çfarë faj kam unë, unë po përpiqem të ndihmoj. Sidomos po jo se shoqja më tha kështu, po shoku më tha kështu, po ti po më thua mua të kundërtën, ti do ta kesh fajin apo e kanë ato? Jo, po më përpiqem të të ndihmoj dhe gjithmonë kjo është pak sfidë me. Po janë gjithmonë është ai një gjë që kanë adoleshentët, më shumë të adoleshentët është opinioni të tjerëve. Atyre i intereson ndikimi i shoqërisë në jetën e tyre është më i madh se sa ndikimi i familjes në atë fazë ku ato janë. Po, është vërtet. Se gjithmonë mendimi është se si unë duhet të kënaq këtë shoqëri. Po e vërteta është që shoqëria asnjëherë nuk kënaqet, se gjithmonë dalin gjëra të reja. Mund të jetë një kënaqur ose një argëtim momental, po në fund fare do ngelesh po pra vetëm, është një libër që po lexoja dhe po thonte që ne përpiqemi edhe shpenzojmë kaq shumë kohë, para për t'i pëlqyer disa njerëzve që nuk rrim as 20% të kohës tonë. Me ta. Edhe me vërtet këtë unë e shoh edhe ke adoleshentët, duke pa edhe zonën ku neve shërbejmë tek treshi, shumica vijnë nga situata shumë të vështira familjare dhe duhet t'i japësh shembullin e një personi të drejtë, të dur, ose edhe qoftë edhe një vllau ose një tafërmi, shumë disa nga ata nuk e kanë këtë shembull. Edhe duhet të jesh ti ai personi që
që je shembull për ta. Për ta, po. Në fakt, me të rinjt sot të paktën, ajo që po ndodh është që është e vërtet ka një mungesë të theksuar identiteti, po nuk ndodh vetëm me të rinjt, kjo ndodh me njerëz që janë, kur them në moshë, po them njerëz që janë të rritur, që konsiderohen njerëz të pjekur. Por vetëm sepse mund të jesh i madh në moshë, do të thotë se je njeri i pjekur. Dhe kjo mungesa identitetit të bën që ta gjesh vlerën tënde te njerëz të tjerë, kur në fakt ti do ta gjesh vlerën te Perëndia. Dhe në fund të ditës ti je vetëm ti me veten tënde. Në një dhomë spitali, ti mund të kesh të tjerë që do të presin jashtë, ama brenda je ti. Dhe të tjerët nuk futen dot në raste të ndryshme. Dhe duhet të mësohesh të jesh rahat me veten dhe të jesh rahat me identitetin që ti ke në Perëndin, sepse vetëm kjo gjë se thua është vetëm kështu mund ta mbash veten. Nëse do të mbahesh të vlerat e tjera që bota të jep përreth, asnjëherë nuk do jesh i lumtur, asnjëherë nuk do jesh i plotësuar. Do jesh i plotësuar në momentin që ti e din kush je në Perëndin. A në atë moment kur ti e di identitetin tënd, nuk ka gjë që mund të shkatërrojë të mposhtë ty. Nuk ka sfidë që ta ul kokën poshtë, nuk ka shoqëri që të dëmton. Njerëzit do duan, ka njerëz që lëndojnë edhe dëmtojnë, ti e di shumë mirë. Duke punuar me një vend të tillë, siç the ata vijnë nga familje shumë të lënduara, disa prej tyre. Dhe ti i di shembujt, mendoj më mirë se unë, aty vetë i ke dëgjuar historitë e tyre. Ama kur ti e di identitetin tënd, ke një farë ato rrënjët e tua shkojnë kaq thellë poshtë, thashë e vështirë që dikush të mundi kollaj. Duke dëgjuar ty më kujtua një shprehje C.S. Lewisit. Ai thotë që zemra e njeriut është e formuar në atë formë ku është një vend bosh. Edhe ky vend i bosh ka formën e Perëndis. Edhe ne përpiqemi ta mbushim me gjëra të tjera, po asnjë nga këto gjërat e tjera nuk do arri të ketë formën e Perëndis, vetëm vetë Perëndia do arri ta mbushë atë vend bosh. Edhe e gjithë shërbesa, jo vetëm me adoleshentët, me çdo lloj shërbese, e gjithë qëllimi është që t'i çojmë njerëzit të kuptojnë që ka një vend bosh në zemrën e tyre. Edhe ai vendi bosh mbushet vetëm me Perëndin. Zakonisht kur punon me të rinjt, po dhe me fëmijët në fakt, unë jam marrë me fëmijët, kam qenë në shërbesën e fëmijëve dhe ti mëson shumë nga ta. Nga fëmijët, po dhe nga të rinjt të mëson shumë. Sepse ne duhet të mësojmë edhe nga gabimet të tjerëve dhe të mësojmë edhe nga gjërat që ata i bëjnë dur, drejt. Çfarë diçka që ke mësuar ndërkohë që punon me adoleshentët? Shumë pyetje e bukur, ja. Dhe është çdo ditë është mësim me ta. Çdo ditë është mësim, duke qenë se ata janë shumë aventurier, gjithmonë ke çdo ditë ke situata ndryshme, raste ndryshme. Po çfarë do thoya, një gjë që un kam mësuar është të mësosh ti duash. Të mësosh ti duash. Edhe kjo është gjë që nuk është se e mësove një herë edhe kaq, është diçka që ti rritesh edhe në zhvillohesh në vazhdimsi. Po në shërbese me adoleshentët, të mësosh ti duash, sepse janë karaktere ndryshme dhe ti duhet të mësohesh se si mund t'i qasesh një personi, të adaptohesh me ta. Edhe kjo do thoja unë është një nga gjërat më të mëdha që jo vetëm unë, po çdo drejtuesi të rinjve duhet di edhe duhet të mësoj, është të mësoj se si t'i doj ata. Unë para ca ditësh pata një moment që mendoj që Zoti më preku në një gjë për jetën, kisha një temë, një gjë caktuar që po ndodhte në jetën time, edhe Zoti më preku dhe më tha të duash është jetosh. Do të thënë në momentin që ti do, është kur aty ke filluar të jetosh. Edhe ai që do, ai që di të dojë të tjerët, nuk është asnjëherë i humbur. Po nuk e di a ke vënë që ata fëmijë që arrit me dashuri, është implementuar kjo gjë në jetën e tyre, e kanë shumë të vështirë të mbyten, sepse dashuria gjithmonë të nxjerr sipërfaqe. Ndërsa ata fëmijë që nuk e kanë marrë këtë dashuri, qoftë nga prindrit, qoftë nga shoqëria, qoftë nga prindrit është më ajo që është më dominante, e kanë të vështirë ta ngrenë kokën ndonjëherë. Po një person që është rritur me dashuri, ka tjetër atmosferë për të.
Dhe thjesht më bëri ka shumë përshtypje se ne ndonjëherë marrim dashurinë shumë lehtëshëm, kur në fakt dashuria është shumë thesar. Po. Më kemi te zona të treshi ka, edhe e thash edhe pak më parë, që ka raste shumë raste të ndryshme, edhe raste që me vërtet të vjen shumë keq kur ti shikon se si ata jetojnë jetën e tyre, edhe se si kanë situatat e familjes. Të thëja, kemi një djalë aty te lagja që vjen të shërbesa e delikerit të kisha, vjen edhe të shërbesa adoleshentëve, edhe është një person shumë i dashur. Hera ime e parë që e pash atë djalin ishte te kazanat e plenave, dhe ajo ishte domethënë këndi lojrave për ata. Gjente gjëra që ishin aty, edhe i merte edhe loste me to, edhe kur erdhi te takimi të rinjve, duke ditë edhe se si unë e pash gjithmonë, që se një person do jetë sa pisik, largo, mos më afro. Po më erdhi një dashuria që madhe, sa shkova edhe vetëm e përshafova. Edhe që nga ajo ditë, edhe deri tani, për herë kur takohemi, vjen edhe më përshafon, edhe në herë nuk më lçon. Edhe prandaj them që të mësosh se si ti duash, sepse kur ata me vërtet do vinë edhe do përjetojnë këtë dashuri, atëherë do jenë edhe më të hapur, sepse ata e dinë që ore, shiko se ky Davidi nuk është se vetëm flet, bëj këtë, mos bëj atë, ose këto gjërat, po me vërtet më do. Po si ka mundësi që më do? Edhe pastaj vjen e hap rrugën për ungjillin që të vijë edhe të arrit tek ata. Prandaj është një nga gjërat më të rëndësishme, të mësojmë të duam adoleshentët. Një nga gjërat që ne duhet njihemi si trupi i Krishtit është të duam. Të jemi njerëzit kur të vinë kish duhet ndjejnë një dashuri të madhe kur vinë kish. Trupi i Krishtit duhet njihet për një vend që ka shumë dashuri në atë vend sa unë dua të shkoj, sepse është e vërteta që ti ashtu tërhiqen njerëzit. Domethënë një njeri nuk do të vinë në një vend që nuk është i pranuar. Po. Edhe ne ndonjëherë këtë ja bëjmë edhe Perëndis, në të pavetdijshmën tonë, ne i themi hajde, por në momentin që ai vjen ne e largojmë dhe pastaj presim që ai të vijë, dhe askush nuk do donte të vinte në një vend që ti nuk ke mirëpritur. Unë nuk do doja të shkoj me një vend, me një shtëpi që unë nuk jam e mirëpritur. Po. Që unë nuk e di që aty më duan. Nëse unë e di që aty nuk më duan, atëherë unë nuk dua të shkoj. Unë dua të rri këtu ku jam. Nuk kam asnjë farë qëllimi që të lëviz. Nëse unë nuk dua të shkoj, atëherë çfarë të bën të mendosh që ai djali ose ajo vajza do vi? Është tamam ashtu siç edhe the ti, neve nuk, asnjë person nga ne nuk do që të shkojë në një vend ku nuk ndihet i pranuar edhe i dashur. Edhe këto ne kemi Jezusin, shembullin më perfekt. Te darka e fundit me Jezusin shumë gjëra ndodhen aty, po duke marrë shkas edhe nga kjo që the ti, është që Jezusi po i lente disa amanete dishepujve. Edhe i tha, duajeni njëri tjetrin, ashtu siç unë ju kam dashur juve. Edhe nga kjo, njerëzit e tjerë do e dinë që ju jeni dishepujt e mi. Dhe kjo është pak e fortë, po për ne të krishterët, dashuria nuk është një po deshe duaj, po deshe mos duaj. Kur ti je pjesë e trupit Krishtit, dashuria është detyrim. Ti duhet të duash njerëzit. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe kur do të kushtoj, edhe kur do ketë raste që do japësh shumë nga vetja, po ama është diçka që ti duhet ta bësh, sepse njerëzit e tjerë duhet dinë se kujt ti i përket, edhe si do dinë ata kujt ti i përket. Nga kjo dashuri, se siç e tham edhe më përpara, ata nuk e gjejnë dot atje jashtë, ose nuk janë mësuar me këtë gjë. Edhe ti duhet vish edhe ti tregosh dashurinë. Një nga arsyet, edhe para pak javësh isha në një takim me drejtuesit e të rinjve, edhe po flisnim, edhe po inkurajoja që një nga arsyet pse neve kemi mish, kemi trup, jemi të prekshëm, shikohemi, është që të përcjellim dashurinë e Perëndisë te njerëzit. Ta bëjmë dashurinë e Perëndisë të njohur. Edhe dashuria e Perëndisë është sakrifica e Jezusit.
Nuk ka dashuri më të madhe se kjo. Është vendim të duash. Ti vendos që unë atë person do e dua. Nuk është vetëm se sot unë po ndihem, sot u çova nga gjumi dhe kështu ndihem unë sot dhe kështu do veproj unë. Është ti vendos që unë do e dua. Edhe në momentin që kur ti ke një marrëdhënie me Perëndin, është shumë e vështirë të mos të duash. Kur ti je plot me Perëndin, ti merr nga ai. Më thuaj me kë rrit, them kush je, si je. Po. Dhe kur ti je me Perëndin, për shembull, për mua është shumë e vështirë të urrej. Nuk e urrej dot. Nuk e urrej dot dikë, e kam të pamundur. Mund të jesh një person që ke bërë shumë mund të kesh bërë e zëm, shumë gjëra të këqija, ma unë e kam të pamundur të urrej. Pse? Sepse kur ri me Perëndin, merr nga ai. Dhe unë them, okay, ky është gabim, unë të falësh nuk do të thotë të të vitë të besoj prapë, më kupton? Por unë kam vendosur të fal, unë do eci në dashuri. Dhe unë vendos që unë do eci në dashuri. Dhe ndonjëherë duhet me marr këtë vendimin që sidomos kur punon me njerëz se jo çdo person që të vjen në jetë është personi ideal që do dohet punoje. Ndonjëherë thua o Zot më kërash. O Zot, po unë doja tjetër gjë dhe merr tjetër gjë. Dhe ti vendos që okay, rash me këtë, kjo është rruga ime për momentin këtë duhet eci, unë vendos që do e dua. Vendos që do eci në mirësi, për shembull. Është kudo që neve shkojmë, do kemi njerëz dhe karaktere që e kemi vështirë të punojmë, ose e kemi vështirë të kemi afër. Po prap do shkoj te shembulli është Jezusi. Edhe Jezusi gjatë gjithë shërbesës tij kishte njerëz edhe karaktere që ishin të vështirë, ishin farisejt, ishte Juda, kishte shumë njerëz në jetën e Jezusit edhe në shërbesën e Jezusit. Ishin karaktere të vështira. Edhe shumë raste edhe dishepujt e vet ishin karaktere të vështira. Ne kemi Pietrin. Pietri ishte ndonjëherë se po kalojmë te tema tjetër, ndonjëherë Pietri thjesht më bën përqesh ndonjëherë me gjërat që ai thot. Edhe Jezusi punoi me ta. Ishte i duruar. Edhe gjithkohës tregoi se kush ai ishte, edhe tregoi dashurinë e tij. Një gjë që mua më prek edhe më bën shumë përshtypje është tek darka e fundit, po prap. Kur Jezusi thotë që një nga ju do më tradhtoj, të gjithë dishepujt ishin kështu, kush është mos jam unë, ç'a po ndodh? Ai e dinte shumë mirë që ishte Juda. Por reagimi i dishepujve na lën neve të mësojmë që Jezusi e trajtoi Judën në një mënyrë aq të mirë, plot me dashuri, saqë asnjëri nuk e dinte që ishte Juda që do të tradhtonte. Dhe këtë shembull duhet kemi edhe neve, duhet praktikojmë edhe në jetën tonë. Nëse kemi njerëz që është vështirë të punojmë, nëse kemi njerëz që është vështirë t'i duam, duhet shikojmë te Jezusi. Edhe duhet të themi, Jezus më mëso mua si ti dua këta njerëz, më mëso mua të tregoj karakterin tënd te këta njerëz. Edhe këtë do thoja unë, është gjithmonë është duhet dorëzohemi te Perëndia, edhe duke parë shembullin që është Jezusi. Të gjithë kanë dobësi. Domethënë të gjithë diku i çalon situata, muhabeti. Domethënë të gjithë e kanë një vend në jetën e tyre që thonë dëgjoj se ky nuk është pika ime fort, unë këtu nuk jam mirë, ama të dish, siç the, të dish që ti duash ata njerëz, të dish që ti pranosh ndonjëherë, unë e shoh e mendoj kështu. Dhe ne nuk jemi persona më të lehtë, në sensin që të duash mua, ose të duash ty, ose të duash një person që ke të shtëpia, është ndonjëherë do përpiqen nga ana se ti acaroj nervat. Po ti pse e bëre këtë? Po unë e bëra këtë pse mendova kështu, po ti pse mendova kështu? Po unë mendova ashtu. Dhe fillon bëhet ndonjëherë siç ti thash, gjëja më e rëndësishme që ne mund të bëjmë është të vendosim që marr vendim që unë do e dua. Po. Edhe të punosh me të rinjt, kërkon shumë durim në të njëjtën kohë, por ndërkohë që ti shërben Perëndis, Perëndia të shërben ty. Qa është një bekim që e ke parë, një rast që Zoti ka bekuar dhe ke parë dorën e Zotit kaq fuqishëm mbi jetën tënde dhe ke thënë, kjo ishte nga ty. Kjo është pyetje shumë e bukur. Një rast ka qenë para pak vitesh, ku në atë planin tim të verës ishte që një periudhë kohe do shkoja jashtë.
Edhe ndërsa isha duke pritur për vizën, në të njëjtën kohë më ftojnë edhe që David, hajde, do kishim shumë dëshirë të ishe pjesë te kampet tona. Edhe unë i thash jo, se isha në pritje, doja shumë që të shkoja te ky vendi edhe thjesht po prisja. Edhe ndërsa datat po afronin, nuk po merja asnjë përgjigje nga viza, edhe thoja, Zot, unë nuk dua që këto 2 javë të më shkojnë kot. Edhe ishte dita që unë supozojsha tikja, po unë akoma s'kisha marrë përgjigje nga viza. Edhe thjesht i marrim telefon edhe i them te kampi, akoma kërkoni njerëz? Edhe than ato, po mund vish, vjen dot për 2 orë, edhe ishte kështu, okay, për 2 orë bëra rrobat gati edhe thjesht u nisa. Dhe duke shkuar rrugës për te ky kampi, gjithmonë ishte ajo që zemra ime, unë doja tikja diku tjetër, po Zot, okay, u mbyllën dyret, kjo u hap, ishte dera që u hap, okay. Edhe ndërsa po pyesja atë personin që po më çonte aty, ore, ç'a kampi është, ç'a po bëhet? Edhe ishte kamp që ishin me nga jetimore të ndryshme, nga shtëpiat e fëmijëve të ndryshme në Shqipëri, edhe ata po thonin, shiko, ne për stafin nuk kemi shumë staf meshkuj, kështu që do duhet që edhe të flesh me ta në përçadra. Edhe unë, ai egoizmi im që unë doja të isha diku tjetër edhe jam duke bërë një gjë që është shumë e vështirë për mua. Po gjatë asaj javës fillova, okay, Zot, ti do që unë t'jem këtu, unë do shërbej këtu. Edhe në fund të javës, ndërsa po shërbeja me fëmijët, kur i ftova ata fëmijët që të bënin lutjen e shpëtimit, 5 nga ata fëmijë bën lutjen e shpëtimit. Edhe më vonë shoh që ishin 5 çunat që unë kisha në dhomë. Edhe më preku shumë, sepse ai egoizmi im donte që unë të shkoja diku edhe thjesht të kënaqesha unë. Për plani i Zotit ishte, David, unë kam diçka për ty. Edhe kur ne i shërbejmë Perëndis, edhe pse ndonjëherë ne mendojmë që na kushton se duam të bëjmë diçka tjetër, po kur bëjmë atë çfarë Perëndia ka, fillim nuk e kuptojmë shumë, po arrim pastaj kur gjëja ndodh, ne kuptojmë, okay, Zot, kjo ishte pse ti doje që unë të shkoja atje. Edhe ishte, okay, po Zot, tani e kuptoj pse. Gjëja më e rëndësishme që ti mund të bësh në jetë është të shërbesh Zotit. Domethënë, unë nuk do e krahasoja të shërbesh Zotit për asnjë gjë tjetër në këtë botë. Nëse mua do më thoje leje çdo gjë që ke, unë do e leja. Sepse kaq, nëse do t'i bësh një nder vetes, bëj nder vetes, shërbej Zotit. Po. Nëse do të jesh i shpëtuar, do të jesh i ndihmuar, sepse kur ti shërben Zotit, Perëndia s'të le asnjëherë. Nuk të le asnjëherë. Dhe jam shumë e sigurt që Zoti të ka bekuar, të ka mësuar shumë gjëra në atë vend që ti ke shkuar, megjithëse nuk ishte shumë rahat në fillim. Po. Mendoj që të ka bekuar, të ka mësuar gjëra gjatë rrugës. Po. Pëlqen shumë ajo që the, nëse ka diçka që është gjëja më e mirë për të bërë, është të shërbejmë Zotit. Edhe ndonjëherë ne si njerëz, edhe ti që unë do leja gjithçka edhe do shkoja do shërbeja Zotit. Ndonjëherë kur ne i lëm këto gjërat, edhe na duket sikur o Zot, unë po të bëj nder ty se po shërbej, ja, shife larg gjithë të gjëra edhe po të ndjek ty. E vërteta është që nuk po i bëjmë ne nder Perëndis, po na bën nder edhe është favori, bekimi më i madh që Perëndia mund na bëjë neve, edhe të na japi ne, është ti shërbejmë atit. Dhe kur kjo mundësi ndryshon, atëherë edhe shërbesa jote merr një formë tjetër. Sepse gjithmonë kemi atë tendencën ta vëmë veten në epiqendra, që shiko se unë lash këtë, unë bëra këtë, edhe unë mund shkoja diku, kisha këto opsionet më të mira. Mund shkoje, mund t'i bëje. Por nuk ta garantoj unë që nuk do e shikoje marrëdhënien e Perëndis, nuk do e shikoje disa gjëra me Perëndin në atë mënyrë që ti e shikon kur ti shërben. Gjëja më e bukur kur ti shërben është kur ti shikon një jetë të transformuara që vjen te Krishti. Edhe gjatë gjithë këtij procesi ti e kupton që ke qenë ti vegla që Perëndia ka përdorur për të arritur këtë. Ky është një nga bekimet më të mëdha. Është vërtet. Dhe është shumë deri ti shërbesh Perëndis.
është shumë privilegj. Është një nga privilegjet më të mëdha që unë kam në këtë jetë, që unë shërbej Perëndis. Nuk, siç e thash, ta them gjithmonë, nuk do e ndroja me asnjë gjë tjetër. Po. Të më jepi domethënë e zëm çfarë lloj gjëje që mund të ta prishë mendjen një njeriu, nuk ka asnjë gjë që krahasohet me të shërbesh Perëndis. Çam deri, çfarë privilegji, edhe ne kemi atë tendencën që shkojmë te Perëndia dhe kërkojmë çdo gjë, dua këtë, ka nevojë për këtë, dhe pastaj kur ai na kërkon ne të bëjmë një gjë, ne jemi shumë pasiv. Po pastori thoshte gjithmonë, shërbej Zotit filloj me gjëra të vogla. Nuk është nuk do të thotë gjithmonë të jesh në podium. Të jesh në podium është një shërbes, është një nga 5 shërbesat, të jesh në podium është shumë okay, po ka edhe njerëz që shërbejnë Zotit mbrapa skenave. Ka edhe njerëz që ti shërbesh Zotit, çfarë do fillojmë sot do lajm banjat. Kështu e fillojmë. Sot do rregullojmë librat. Sot do bëjmë kafe, sot do presim njerëzit e dera. Ka shumë mënyra se si ti mund të shërbesh Zotit. Sot do merremi me të rinj, sot do merremi me adoleshentët, sot do merremi me takimin e fëmijëve. Është kaq ndër të shërbesh Zotit, dhe pastaj kur ti thua, o Zot, kur ne shërbejmë Zotit, ja hap derë Zotit me që të bekoj ty. Ai do që të bekoj ty. Ti shërben Zotit, ai të bekon. Ma hape derën për këtë gjë, okay, ma hape derën. Erdhi. Ma hape derën, okay, super, po ta sjell edhe këtë. Ma hape derën, okay. Se ne ndonjëherë me këto mburoja tona kërkojmë dhe nuk jemi të vetëdijshëm që vetë po e hapim vetes punë. Sepse kemi vënë ka shumë barriera, sa nuk e lejmë bekimin e Zotit që të kalojë. Nuk e lejmë. Dhe thjesht është një gjë që unë kam shumë fort për zemër. Ajo që do thoya unë te puna e shërbesës, shumë njerëz e keq kuptojnë edhe e marrin që ti shërbesh Zotit, duhet lësh punën që ke, duhet lësh ato gjërat, edhe hajde rrit e kisha ti, edhe shërbej aty 24/7. Ajo është një nga shërbesat. Ka shumë njerëz mund të shërbejnë Zotit, jo shumë njerëz, por çdo person që është në besim, çdo person që është i krishter, i shërben Zotit aty ku Zoti e ka thirrur. Nëse Zoti ty të ka lënë në një pozicion ku në këtë fazë të jetës tënde ti e kamarier, shërbej Zotit. Trajtoj klientët me dashuri dhe një mirësjellje që kamarierët e tjerë nuk e kanë. Nëse je hidraulik, bëje për lavdinë e Perëndis. Në çdo profesion ose në çdo vend ku ti je, ti mund të shërbesh Zotit. Shumë e vërtet. Dhe se ndonjëherë neve e keq kuptojmë shumë atë pjesën që i shërbejnë Zotit vetëm ato që janë skem, vetëm ato që janë podium, ose vetëm ato që bëjnë një gjë të kisha. Nuk është të gjithë besimtarët e krishterë i shërbejnë Perëndis aty ku Perëndia i ka vënë. Njerëzit ndonjëherë duan pamje. Ndjes. Ata duan pamje, ata duan të shohin një person që i bie kitarës, një bie violinës, i bie pianos, një person që dhe në fakt dhe e kanë shumë, është mendësi e gabuar kjo. Në momentin që ti fillon të sheh kështu, është vështirë të mësosh edhe të shohësh gjëra të tjera. Ti shërbesh Zotit siç the ti, nuk është vetëm të dalësh në podium. Shumë e rëndësishme. Shumë. Ndonjëherë kur e përmend edhe pak më parë që ne jemi trupi i Krishtit edhe dashuria në trupin e Krishtit. Gjithmonë trupi i Krishtit ka, edhe ne që jemi trupi, janë gjymtyrë të ndryshme. Edhe çdo gjymtyrë, thot fjala, i shërben njëra tjetrës. Nëse Zoti ka caktuar që ti je dora, je dora, mos kërko ti je diçka tjetër. Dhe po e shikoja në një gjë që thonte gishti i vogël i këmbës. Nëse gishti i vogël i këmbës nuk është, krijon çekuilibrim në të ecur, edhe gjithmonë trupi mundohet që ta zëvendësoj. Pra, diçka shumë e vogël që kush mendon për gishtin e vogël të këmbës gjatë ditës, ose në herë s'na bi fare më, vetëm kur kapim atë këmbët kur kapim atë këmbët e dera. Por kjo gjë kaq e vogël që neve na duket e parëndësishme, i shton një vlerë të madhe trupit, dhe kur ajo mungon, ka çekuilibër. Balanca nuk është më aty. Edhe unë e kam të mendsin. Kur unë jam në besim, edhe Perëndia më ka thritur të shërbej, nuk ka rëndësi ç'a unë jam, mjafton që unë jam pjesë e trupit të Krishtit.
edhe të shërbej aty. Shumë e vërtet. Kjo gjë vjen me përulsin. Pastaj një nga problemet që ndodh te kjo edhe që ndodh te gjithë neve si besimtar, ka momentet tona tjetës që neve nuk duam të jemi ajo gjymtyra që na ka caktuar Zoti, po gjithmonë duam të jemi koka. Gjithmonë duam të jemi koka, po fjala është shumë e qartë që ne jemi gjymtyrët. Koka është Krishti. Edhe dalim fillim siç folëm për identitetin, që nëse se ti e di se kush je, nuk të bën përshtypje se çfarë roli ke. Po. Dhe kur them nuk të bën përshtypje, e them mund të duket puna sikur ti bën, po unë dua të jem koka, unë dua të jem këtë, po kur je rehat me veten, kur e di se kujt ti shërben, nuk të bën përshtypje fare. Dhe mua pastori është shembulli numër 1 për këtë gjë, sepse pastori është një person që është kaq rehat, kaq e di kaq mirë identitetin e vet dhe nuk lun fare. Dhe unë ndonjëherë që i them o bab, shkoj i them, nuk të bën përshtypje ty kjo? Jo, thot. A nuk po shife se dhe gjithmonë vjen qofse je rehat thot me identitetin tënd. Po. E di se kush je. Është kaq rehat me veten sa ndonjëherë them o Zot, dua të jem dhe unë kështu kaq rehat, më kupton se shumë dhe është një gjë kaq shumë për të mësuar nga ai, e shoh sa herë, sepse është kaq i qetë dhe është një person shumë efektiv, i bën gjërat jashtëzakonisht mirë kur i bën, sepse nuk ka hallën se dëgjoj se po kështu, jo dëgjoj se po ashtu. Ne kemi shumë filtra ndonjëherë, njerëzit kanë shumë filtra. Elena, ne bekimi jon, një nga bekimet tona më të mëdha në jetë është që i kemi baballarët pastor. Edhe sa sfidesh në herë, është një bekim shumë i madh se ti ke një shembull. Ti ke një shembull në shtëpi. Dhe ti ke një person që ka të dashurinë, ka të karakterin e një bariu që kujdeset për delet, dhe në herë kur je edhe fëmia ti dhe shoh e dyfisht të herë. Më pëlqeu shumë ajo që the për pastorin që është i sigurt në identitetin e tij. Po ajo që do thoja unë, Elena, është që kjo siguria vjen se pastorët tanë kanë kalu shumë sfida. Dhe kanë investuar shumë në atë gjë. Po, edhe këto sfida dhe këto investime që ato kanë bërë, i kanë mësuar që kanë spirancën që është Jezusi. Dhe kur ti kalon këto gjëra, çdo lloj gjëje tjetër të vi, nuk të tundot, sepse ti je i bindur. Kur unë kalova këtë gjën me Perëndin. Perëndia më mba dhe këtu. Çdo lloj gjëje të vi, çdo lloj gjëje të vi. Ai është aty, edhe është shumë e rëndësishme, është edhe me vërtet një bekim shumë i madh të kemi këtë shembull në jetën tonë. Mua më pyesin ndonjëherë, nuk e di ata kanë bërë ty këtë pyetje, a është vështirë më thon të jesh një fëmijë pastori? Unë të dy prindërit i kam në shërbes. Po. Edhe pastorët e kisha jon, të paktën ata janë prindërit e mi, pa ata janë dhe pastorët e mi. Unë mësoj nga ata. Po. Dhe unë i them, jo, nuk është sfidë, sepse jam bekuar kaq shumë që edhe them, çesh ndonjëherë them ka rënë lotaria, sepse jam bekuar kaq shumë, unë jam rritur kur kam qenë e vogël, të dy prindërit e mi kanë qenë në shërbes mësimi. Edhe ata shkonin dhe udhtonin dhe unë pothuajse jam rrit deri diku në makinë, sepse iknim këtej, udhto, më kupton, shkolla të ndryshme biblike, konferenca të ndryshme kisha, dhe ka qenë bekimi më i madh i jetës time, sepse kam pa gjëra që më kanë mësuar shumë. Dhe i kam mësuar gjëra duke i parë, nuk kam pas nevojë të i kaloj vetë në kurriz. I kam mësuar shumë gjëra duke qenë aty, duke qenë prezant, duke dëgjuar fjalën e Zotit. Ka qenë kaq bekim për jetën time që unë i kam pas ata në jetën time. Dhe o Zoti i madh, unë kam pas mamin tim që është, domethënë ç'a të them unë ty, një spirancë që na mban të gjithëve, me thënë të vërtetën. Po mamat, domethënë babin, dhe ka qenë kaq bekim për jetën time, dhe unë tankohem që për mua ka qenë sfidë, sepse unë jam rritur në këtë aspekt e privilegjuar, kam pas prindër që të dy më kanë marrë, më kanë shpjeguar, më kanë ulë, më kanë thënë dëgjoj, kështu nuk bëhet, po kështu bëhet. Për mua ka qenë bekim. Jo, është me vërtet bekim shumë i madh se ti ke shembull, siç e thash, në jetën tënde, edhe ti shikon edhe se si ata e shërbejnë njerëzve të tjerë. Gjatë kësaj rrugës, unë nuk do e mohoj, ka sfida, ka momente që
thua Zot, po, kjo është shërbesa, sepse të merresh me njerëz nuk është gjithmonë e lehtë. Nuk është fare e lehtë. Ne për shembull, ne si familje u bën gati 8 ose 9 vite që ne po jetojmë te kisha, kati parë është kisha dhe kati dytë është shtëpia jonë, dhe kishte momente për shembull kur zgjohesha nga gjumi, hapja derën, doja të shkoja në banjo ose në kuzhinë, shifja ishin beshe takim lutje nga doma ndenjës. Edhe në ndonjëherë privatësia nuk ekzistonte. Edhe këto janë gjëra që ndonjëherë thua, ore, po shiko, ti kisha nuk do ishte keq. Por kur ti shikon se çfarë vjen mbrapa këtyre sakrificave, çfarë vjen mbrapa këtyre situatave, kur ti shikon siç e thash, jetën e njerëzve transformuar, ja vleti. Dhe një gjë, Elena, edhe të përgëzoj, është që jo shumë njerëz arrin në atë fazë që thënë është bekim të kesh prindrit drejtues edhe pastor. Ne ka shumë raste ku njerëzit largohen sepse thënë shikojnë situata ndryshme edhe thënë jo, nuk është kjo shërbesa ose kjo është çfarë neve i besojmë, edhe largohen. Por a ne që qëndrojmë? Më mendoj që është Perëndia që na ka caktuar, na ka vendosur që neve të shërbejmë atit. Edhe qëndrojmë sepse kemi përjetuar dashurinë e Perëndis, qëndrojmë sepse kemi kuptuar që ja vleti. Edhe këtë do doja shumë që shumë njerëz tjerë që i kanë prindrit pastor, drejtues në kish, është këto sakrifica ja vlen fund fare. Ja vlen shumë. Ja vlen jashmase. Mua babi më thoshte diçka që ma ka thënë kur kam qenë e vogël. Më thoshte, bab, unë jam pastor, por kjo nuk do të thotë që unë do të bëj luftën për ty. Po. Që dhe dua të them. Unë i besoj Zotit për ty, unë t'i besoj Zotit për ty, unë lutem për ty, unë nuk është ky problemi. Është ti dy t'jesh vetë e aftë. Se unë kam një marrëdhënie me Perëndin, nuk do të thotë që ti ke një marrëdhënie me Perëndin. Po. Ti duhet të ndërtosh vetë marrëdhënien tënde me Perëndin. Unë jam pastor, po, dhe pastorja të njëjtën gjë më thoshte edhe mami. Dhe po kjo nuk do të thotë që ti je Elena dhe ti vetë duhet të kesh një marrëdhënie me Perëndin. Sepse kam unë një marrëdhënie me Perëndin, nuk do të thotë që e ke edhe ti. Po. Unë të ndihmoj, unë lutem, unë jam gjithmonë pas teje, unë gjithmonë do jem spirancë për ty. Unë gjithmonë do jem aty. Por ti janë disa gjëra që ti i zgjidh vetë, i bën vetë. Ti dhe Perëndia, ti dhe marrëdhënia jote me Zotin. Unë dhe them realisht dhe kam thënë disa herë, po të mos ishte për pastoren dhe ndihmën e saj që ka dhënë në jetën time, unë nuk do isha fare këtu. Fare, domethënë as afër godinës që ne jemi sot këtu, as jetën që kam nuk do e bëja, as profesionin që kam nuk do e kisha, sepse më ka dhënë dorë në momente që unë kam pas shumë nevojë për ndihmë dhe më ka udhëzuar gjithmonë drejt. Dhe e vërteta nuk është gjithmonë, e vërteta dhem ndonjëherë. Ama ajo ka thënë gjithmonë, unë do të them gjithmonë të vërtetën. Dhe ndonjëherë dhe atëherë kur dhem sepse unë dua që ty të mësoj. Dhe gjithmonë pa ndalim ka thënë të vërtetën, dhe sepse ajo ka thënë të vërtetën, unë jam këtu ku jam sot. Është siç e the edhe ti që unë nuk do e bëj unë luftën për ty. Është puna e besimit, është si puna e të marrë një shembull, është si puna e palestrës. Nëse një person shkon edhe stërvitet edhe krijon një trup të shëndetshëm, ai nuk mund ta marrë trupin ta dhe të stërvitet për ty. Je ti ai që duhet shkosh, je ti ai që duhet t'i ngresh ato peshat, je ti ai punën. Po, je ti ai që duhet ta derdhësh atë djersën. Edhe kjo është njësoj është edhe me besimin. Je ti ai që duhet t'i marrësh to hapa, është marrëdhënia jote me Perëndin. Pastorët edhe drejtuesit t'japin shembullin. Por kur të vinë situatat që ato kanë kaluar, kur të vinë ato situatat e ty, atëherë edhe ti duhet marrësh një vendim. Shumë e vërtetë. A je ti gati të marrësh vendimet? Ajo të përket ty edhe Perëndis. Që është me vërtet, unë jam, siç e the edhe ti, unë jam shumë mirënjohës që kemi në jetën tonë njerëz që na drejtojnë te Perëndia edhe na e thojnë të vërtetën edhe kur dhem. Se thot fjala e Perëndis është më mirë një qërtim i hapur se sa puthjet e rreme. Po.
Vërtet. Edhe këtë kemi nevojë neve në jetën tonë, njerëz që na thënë të vërtetën ashtu siç është, edhe kur dhem. Sepse më shumë se sa ndjenjat tona të momentit, atyre i intereson se ku do e kalojmë në përjetësinë. Mirëqenia jon, po. Edhe këtë lloj njerëz neve duhet kemi afër. Njerëz që nuk i interesojnë vetëm ndjenjat tona momentale, po i intereson ku do e kaloj Elena përjetësinë, ku do e kaloj Davidi përjetësinë. Me vërtet. Faleminderit shumë që ishe në studio sot me ne. Unë e shjova kohën edhe mendoj që po të na lesh ne tani ne flasim deri nesër. Kështu që faleminderit që ishe këtu sot. A ka diçka që do duhet t'ia thojë njerëzve që po na dëgjojnë tani për në mbyllje? Radh parë shumë faleminderit për ftesën. Edhe ishte me vërtet u kënaqa shumë edhe kohën që kaluam. Ajo çfarë dua unë të lë pas edhe te njerëzit që na dëgjojnë. Çdo lloj situate që kaloni, kudo lloj faze që ju jeni në jetën tuaja. Sjellni Krishtin, drejtojini sy te Jezusi. Edhe Jezusi, nëse mundem të lexoj një varg që po, se e mora ta përdor, është te Mateu, Jezusi flet për te Mateu 11, Jezusi flet për zemrën e tij. Është një nga të vetmit vende edhe momente ku Jezusi flet për zemrën e tij. Është vetë Jezusi që flet për zemrën e tij edhe thot tek Mateu kapitulli 11 vargu 28 deri 30 thot: "Ejani tek unë ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë." Faleminderit shumë për këtë vargun, është me vërtet një varg shumë i bukur që edhe unë kam shumë qejf. Dhe sa herë që kaloj në një gjë i kthehem këtij vargu dhe them Jezusi e thot këtë gjë. Shpresoj që ta keni shijuar këtë program, ne bashkë do të jemi javës tjetër dhe uroj që të keni një javë shumë të bekuar. Mirupafshim.